Këshillime. Konsumimi i ushqimit të balancuar dhe me vëllim normal, sidomos në syfyr, konsumimi i lëngjeve të mjaftueshme dhe nëse është e nevojshme, i një kokre qetësuese të thjeshtë si acetaminofeni, mund të pengojë dhimbjet e kokës ose të ulë intensitetin e tyre. Ekzistojnë edhe metoda të tjera për evitimin e dhimbjeve të kokës, si mos qëndrimi në dritën direkte të diellit, përdorimi i kapelës, përdorimi i syzeve të diellit dhe çlirimi i muskujve me një masazh të thjeshtë. Në lidhje me personat që pinë duhan ose ata që përdorin shumë çaj dhe kafe, këshillohet që 1 ose 2 javë përpara fillimit të muajit të Ramazanit, gradualisht të rrallojnë përdorimin e cigares dhe kafeinës. Çaji i gjelbër, i cili nuk përmban kafeinë, mund të përdoret në vend të çajit dhe kafes. Disa persona që vuajnë nga migrena gjatë periudhës së urisë preken nga shenja të forta dhe dhimbje të padurueshme. Në këto raste nuk këshillohet agjërimi, por në rast se këmbgulet për të agjëruar, këta të sëmur patjetër duhet të këshillohen me një neurolog përpara fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit. 4. Humbja e ujit të trupit, dehidratizimi. Dehidratizimi është një nga sëmundjet me të cilat më së shumti përballemi gjatë kohës së agjërimit, sepse uji i trupit në mënyrë të vazhdueshme paksohet nëpërmjet frymarrjes dhe urinimit. Natyrisht, niveli i humbjes së ujit në trup varet nga faktorë të ndryshëm, si klima, niveli i ujit që konsumon agjëruesi në periudhën nga iftari deri në syfyr, niveli i aktivitetit fizik dhe aftësia e veshkave në ruajtjen dhe filtrimin e ujit të trupit. Edhe këtu, ashtu si gjithmonë, parandalimi është më mirë se kurimi. Prandaj, nëse ju përpara fillimit të agjërimit nuk konsumoni ujë të mjaftueshëm, do të ndodheni në rrezik më të madh dhe niveli i rrezikut është më i madh tek të moshuarit dhe tek të sëmurët që pinë kokra që sjellin shtimin e urinimit. Në varësi të nivelit të dehidratizimit, i sëmuri përballet me shenja të ndryshme, si këputje, mungesë përqendrimi, rënje e nivelit të inteligjencës, shtrëngim muskujsh, turbullim, humbje të forcës së orientimit dhe madje ulje e madhe e tensionit të gjakut dhe të fikët. Këshillime. Në rast se përballemi me shenja të tilla si turbullime koke, sidomos kur ngrihemi, zbehje të ngjyrës së lëkurës dhe humbje të forcës së orientimit, duhet menjëherë të ndërprisni agjërimin dhe të pini ujë në masë të mjaftueshme. Është më mirë që të pihet ujë me pak sheqer dhe krip ose lëngje të ndryshme. Tek agjëruesit të cilët si pasojë e mungesës së ujit në trup u bie të fikët, duhet që pasi i sëmuri të shtrihet, të ngrej këmbët më lart se sa niveli i kokës dhe kur të vinë vete të pi lëngje. Në raste më urgjente dhe sidomos tek personat që vuajnë nga sëmundjet si diabeti, tensioni i gjakut, infarkti i zemrës ose i trurit, është më mirë që të kontaktohet urgjenca dhe i sëmuri të dërgohet në qendrën më të afërt mjekësore. Vërejtje. Për të sëmurët me temperaturë më lartë se 38/5 gradë ose për personat që gjatë 8 orëve kanë pasur më shumë se 3 herë diare, nuk këshillohet agjërimi. 5. Kapsllëku. Kapsllëku është një nga problemet që mund të shkaktojë dhimbje të forta tek agjëruesi. Të sëmurët me hemoroide kanë dhimbje të forta në bark, dhimbje koke, mostretje, gazra, të cilat janë pasojë e kapsllëkut. Natyrisht, mendimi i mjekëve specialist është se kapsllëku nuk është rezultati i agjërimit të drejtë, por pasojë e agjërimit të gabuar që shkaktohet nga mosngrënia e perimeve, frutave, ushqimeve me fiber dhe nga mungesa e përdorimit të ujit të mjaftueshëm, si dhe nga moslëvizja. Kjo për faktin se të gjitha këto raste shkaktojnë tkurrjen e zorrve, të cilat ndryshojnë formën e tyre të natyrshme. Këshillime. Këshillohet konsumimi i pakët i karbohidrateve dhe sheqernave dhe në vend të përdorimit të karbohidrateve të komplikuara, të konsumohet shumë ujë, të kryhet sport dhe lëvizjet në orët pas iftarit, të përdoren ushqime që përmbajnë fibra, fruta, perime dhe jeshillëqe. Mielli i zi, dhe këto janë tepër efikase në eliminimin e kapsllëkut. Në raste ekstreme, mund të përdoren sherbete dhe nëse kjo nuk jep rezultat, atëherë të kontaktohet menjëherë mjeku specialist. Këshillohet përdorimi i vajit të ullirit në syfyr, dark dhe iftar, si dhe i frutave të freskëta, si molla me lëkurë. 6. Stresi. Mos përdorimi i ushqimit dhe ujit, ndryshimi i kushteve të zakonshme të jetës dhe periudha më të shkurtra të gjumit mund të rrisin nivelin e stresit tek agjëruesit. Në këto raste, për të minimizuar stresin, duhet të eliminohen burimet e stresit. Këshillim: gjimnastika e lehtë, aerobia, ecja pas iftarit, mos kryerja e sportit në dritën direkte të diellit dhe në ambiente të ngrohta,
kontrollimi i emocioneve dhe i nervozizmit, programimi i gjumit, konsumimi i mjaftueshëm i ujit dhe frutave si molla me lëkurë në periudhën mes iftarit dhe syfyrit, si dhe lënia e duhanit, bëhen shkak për kontrollimin e stresit.